Faleminderit shumë, përshëndetje nderuar kryetare. Flas në emër të grupit Partisë Demokratike. Sot tu nuk po flas vetëm si deputet, sot po flas si dëshmitar i masakrës në burgun e Dubravës. Si njëri prej atyre që kanë qenë brenda burgut të Dubravës dhe në burgjet e Serbisë. Si njëri që kam parë me sytë e mi çfarë ka bërë shteti serb mbi trupat dhe jetët tona aty brenda burgut ndaj të burgosërve. Dhe pikërisht për këtë, sot jam këtu për të thënë një të vërtet të rëndë. Ajo që është prezantuar në këtë ekspozit me datën 24 mars 2026 nuk është vetëm gabim, është prezantimi i qëllimshëm i deklarimeve të UDBA-s të asaj kohe. Kjo është fyrje për viktimat, është fyrje për të burgosurit dhe të mbjeturit, është fyrje për të vërtetën e masakrës në burgun e Dubravës. Sepse kur në libër e në ekspozit të financuar nga institucion e shtetëror dhe paraja publike, për masakrën e burgun e Dubravës ka pasur kutucir masakrë ka pasur kryengritje, janë vrarë 48 ushtarë të burgosur dhe të armatosur dhe 58 civil. Ai nuk ka treguar të vërtetën. Ai ka prezentuar sot, pas 27 vite masakrën e burgut të Dubravës në sheshin e Prishtinës, propagandën e aparatit kriminal serb mbi masakrën në burgun e Dubravës. Në shtator të vitit 2024, në shtëpinë e mediave në Prishtinë, në aktivitetet organizuar nga BIR në Kosova dhe Jeta Gjara, në debatin publik ka qenë prezent fotoreporteri serb Goran Tomashević, ish oficer rezerv. Është thënë se policia serbe respektivisht zyra e informacionit ka njoftuar qendrën e mediave se në burgun e Dubravës ka pasur rebelim të burgosërve shqiptar dhe se gardianët janë detyruar të intervenojnë për ta shuar rebelimin të burgosërve të armatosur shqiptar. Dhe këtë sipas fotoreporterit ai ka prezentuar në të gjitha mediat e botës si kryengritje të burgosërve të armatosur në burgun e Dubravës. Kjo deklarat rrefimet e rrejmet e fotoreporterit serb. Unë, Enver Dogolla dhe Sadik Seqiri kemi kundërshtuar për prezentimin e të pavërtete mbi masakrën e burgut të Dubravës. Ai më pas kërkoi falje, por kjo është e pamjaftueshme, sepse dëmi politik është bërë me prezentimin e versionit të UDBA-s. Sepse, po të kishte pasur qëllim të prezantonte të vërtetën për masakrën e burgut të Dubravës, ka pasur mundësi të shkojë atje dhe të shohë obeliskun me emra mbi emrat e vrarëve, të plagosur të burgosur, që ishin aty në atë kohë, ose ka mundë të shkojë të shoqata të burgosurve, të marrë shënime mbi burgun e Dubravës, apo në Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, ose në cilën do mbi 700 të burgosur ka mund të intervistojë. Por ai nuk e ka bërë. Nuk ka pasur qëllim të prezantojë të vërtetën në ekspozit, por versioni i UDBA-s ka prezentuar gjë që është e tmerrshme. Ndërsa liria e shprehjes dhe veprimit nuk përfshin të drejtën për të falsifikuar krimet serbe dhe me i pajsu viktimat. Dhe kjo ekspozit e Integra dhe Admove është me pasoja të rënda politike për Kosovën dhe për krimet serbe të bëra në Kosovë. Dhe kërkim falja e Shkelzenit nuk i riparon dëmin e shkaktuar për shtetin tonë dhe për të vërtetën masakrën e burgut të Dubravës. Dhe më keq, këtë version të UDBA-s desh të mbesh fondit për drejtat humanitare të Natasha Kandić, e cili dëmtoi dhe mohoi një version të tillë. Natasha thotë se edhe në Serbi nuk është thënë që të vrarët në burgun e Dubravës ishin të armatosur. Unë kam qenë i burgosur aty, ne kemi qenë 960 burgosur dhe në burg nuk ka pasur ushtarë, nuk ka pasur beteja, nuk ka pasur kryengritje. Aty ka pasur vetëm të burgosur shqiptarë dhe dhunë vrasje e shtetit serb mbi shqiptarët e pambrojtur. Në Dubravë ka pasur masakrë të shtetit mbi të burgosur nga gardian, policë, ushtarë dhe të burgosur serb. Të gjithë të organizuar kanë hapur zjarr nga të gjitha anët më 22-23 maj 99 mbi të burgosur shqiptarë. Aty janë vrarë njerëz të paarmatosur, nga mosha 17 deri në 60 vjeç, dhe një i zhdukur ai është Ukshin Hoti. Janë ekzekutuar njerëz që nuk kishin asnjë mundësi mbrojtje, të cilët në bazë të konveneve ndërkombëtare duhet të mbrojshin nga shteti. Dhe sot në shtetin tonë na paraqitet në ekspozit në Prishtinë, duke prezantuar versionin e UDBA-s për masakrën në Kosovë, e në Vishtanti për masakrën në burgun e Dubravës. Kjo nuk është vetëm e papranueshme, kjo është e turpshme dhe dhimbshme për familjet e tyre dhe për ne të burgosurit. Dhe po them qartë, kushdo që ka bërë dhe kushdo që ka bërë këtë dhe e mbështet këtë vepër të tij, është duke i bërë një shërbim direkt Beogradit dhe Vučićit. Këtë më dëshmon angazhimi
Regjia ju lutem edhe 1 minutë zotit Hasani. 2 minuta po kërkon zoti Hasani. Këtë më dëshmon angazhimi i tij vazhdueshëm kundër ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ku thotë se Dik Marti është një shqiptar i mirë. Në versionin e tij, ai ka mbledhur dëshmi kundër UÇK-s për trafikim organes. Ndërsa Skelzeni thotë se ushtria qëllimtare e Kosovës ka vrarë civil. Të gjithë këto e dëshmon mediat e Kosovës për herojt kombëtar, me të cilët ne jemi rritur, jemi edukuar, jemi frymëzuar për luftën dhe betejat qëllimtare të Isa Boletinit, njeriu i cili ka puthur flamurin e pavarësisë pranë Ismail Qemalit në Vlorë, ky e quhen mercenar të Serbisë. Unë sot i drejtohem drejt për drejt organizatorëve, opozitës për ekspozitën dhe mendësisë të tyre se Serbia e ushtria qëllimtare e Kosovës ka qenë qëllimtare, është qëllimtare, e pastër, së bashku me NATO-n dhe SBA Kosovës e kanë sjellur lirinë. Dhe kërkoj publikisht nga pa asnjë kompromis, që asnjëherë të mos shfaqen ekspozitat e tilla me përmbajtje të rreme, që ky të mbahet përgjes për ekspozitën mashtrimin institucioneve dhe organet të drejtësisë ta kryejnë punën e vet sipas ligjit. Të nxjerrët një listë për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë qëllimtare të Kosovës të krijuara me mund gjak sakrificë mbi njerëzore. Nëse ne nuk mbrojmë të vërtetën tonë, askush nuk të na mbrojë neve. Nëse ne lejojmë që historia jonë të shkruhet nga propaganda serbe e atyre që kanë kryer krime në Kosovë, atëherë ne kemi dështuar si shtet. Ne e dim se çfarë ka ndodhur në Burgun e Dubravës dhe ne nuk do të lejojmë që masakret e tilla të masakrohen për herë të dytë nga mercenarët shqiptarë. Ne si grup parlamentar PDS dhe unë si ishi burgose dhe mbjetur i masakrës Burgut të Dubravës kundërshtojmë këtë narrativ serbe të paraqitur nga Shkelzeni me ekspozitën e tij në sheshin Nëna Terezë. Lavdit të rënëve të Burgut të Dubravës të gjithë të rënëve në Kosovë. Faleminderit. Ne kemi libër që dëshmon mbi masakrën, ka mujt ta kërkoj. Kena pasur kallëzim penal në gjykatë, në prokurori. Për 2007-ës, ka mund të kërkoj. Kena rezolut që është miratu për krim. Faleminderit shumë zoti Hasani, tani është rada e LDK-s, zonja Lushaku, fjala është për ju.